Një hadith që të qetëson. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu transmeton: Isha një ditë pas profetit Muhammed a.s. dhe ai më tha: O djalosh, po të mësoj disa fjalë. Ruaj Allahun, respekto urdhrat e tij, ai do të ruaj. Ruaj Allahun, do ta gjesh pranë teje. Kur të kërkosh diçka, kërkoje prej Allahut. Kur të kërkosh ndihmë, kërko ndihmë prej Allahut. Dhe dije se sikur të mblidhej i gjithë njerëzimi të sjellë dobi me diçka, nuk do të të sjellin tjetër veç asaj që Allahu e ka caktuar për ty. Dhe sikur të mblidhej i gjithë njerëzimi të bëjë dëm me diçka, nuk do të bëjnë dëm përveç se me atë që Allahu e ka shkruar kundër teje. Janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletat. Tirmidhiu, numër 2516, hadith sahih. Tirmidhiu, numër 2516, hadith sahih. Vëlla dhe motër, ky hadith është garanci për zemrat që shqetësohen. Çfarë është caktuar për ty, do të ndodhë dhe askush s'mund të të ndalë. Çfarë s'është shkruar për ty, do të arrijë, sado që dikush ta dëshirojë apo planifikojë. Prandaj mbështetjet e Allahut dhe qetësia shpirtërore janë mbrojtja më e madhe për besimtarin.